Festuan në sheshin qendror të qytetit të gjithë bashk, fëmijë të rritur, prindër e gjyshër në një atmosferë plot ngjyra në koncertin festiv që u organizua për 1 qershorin nga Bashkia e Lushnjës. Kjo atmosferë festive me këngë, valle, spektakël mbushi sheshin që u gjallërua nga gëzimi fëmijëve dhe ngjyrat e pranverës. Në skenën e improvizuar, performuan fëmijët e qendrës kulturore, si dhe grupe të ndryshme kërcimi të qytetit, të cilët sollën këngë, valle tradicionale shqiptare dhe koreografi moderne aerobike, për më shumë se 1 orë, duke marrë duartrokitjet e ngrohta të publikut. Emocione të veçanta përjetuan edhe prindrit të cilët ndoqën me krenari performancat e fëmijëve të tyre, që i fotografuan dhe filmuan për t'i ruajtur si kujtime të kësaj dite të bukur. Një qershori solli edhe një herë mesazhin se fëmijët janë pasuria më e çmuar e shoqërisë, burimi i shpresës dhe i së ardhmes. Festa në qendër të qytetit u kthye kështu në një ditë gëzimi dhe bashkimi për të gjithë komunitetin, duke përcjellë dashuri dhe besim tek brezat që po rriten.